e cila vetëm pak ditë më parë tha janë disa kompani, 8 në total, kompani më të mëdha të naftës, të cilat mes luftës, dhe bëhet fjalë për një periudhë vetëm 90 ditore, pra 3 muaj dhe valve vdekje prurse të nxehtit, këto kompani kanë arkëtuar miliarda dollar, jo pak, por 93 miliard dollar. Si mund të përfitosh nga lufta? Këtë na e sqaron eksperti Barsi Dara, si që kam në studio, mirë se vjen, kënaqësi që e me ne. Faleminderit shumë për ftesën. Në mes të luftës, 8 kompani kanë regjistruar fitime 93 miliard dollar për vetëm 3 muaj. Duket shumë. Si vjen kjo rritje fitimesh? Është efekt i drejt për drejt i luftës, pra i luftës në lidhjen e mesme, është efekti i çmimeve të cilat i vendos bursa dhe fakti që ka një konflikt, më së pari vendos nga në psikologjike një çmim të rritur të karburanteve, më së dyti dhe kemi një duguri të dukshme tashmë të ndjeshme pas kaq muajsh, është bllokuar një nga ngushticat ku kalon në çdo 100 fuçi naftë që përdoren në botë, 20 fuçi kalojnë pikërisht nga ngushtica e Hormuzit. Lufta dhe veçanërisht bombardimet, po sidomos bllokimi i ngushticës së Hormuzit ka bërë që shumica e shteteve të botës, përfshirë shtetet e Eurazisë, po edhe shtetet e tjera, të kenë nevojën e energjisë që vjen nga nafta, pra po flas për hidrokarburët. Do të thotë që në mungesë të tyre dihet që kur mungon një artikull, ai gjithmonë e rrit çmimin. Kështu që kemi rritje të dukshme të çmimeve në përgjithësi, rritje të bursës, ajo matet me një bursë që kemi globale, që është brendi Londrës, është bursa që tregon kontratat paraprake që bëjnë kompanitë të rafinimit naftës me kompanitë e nxjerrjes naftës. Sigurisht që kontratat janë mbas 3 muajsh deri kjo naftë që flasim për brendin, por brendi një dhe Texasi dy bursat më të njohura të botës, përfshirë bursat e tjera të orales, janë pikërisht ato që identifikojnë se sa do të jetë çmimi i një fuçie naftë. Në Shqipëri sigurisht ne kemi ndryshe, sepse ne kemi bursën të orientuar nga çmimet plazë të mesdhut, pra sa dollar për ton kushton një litër naftë, pastaj nëse kthehen në litra. Kështu që kompanitë kanë fituar dhe ju e dini që pak ditë më përpara dhe presidenti Shtetit Bashkuar u bëri thirrje kompanive që ka ardhur koha që ju tulni çmimet sepse fitimi është shumë i madh, kompanive kryesore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E njëjta gjë ndodh kudo, sepse për shkak të rritjes së çmimit të naftës, ju thash fitimi është i garantuar. Fitimi është për shkak të mungesës, pavarësisht që mund të kemi patur për shembull raste kur anijet më dha cisterna, apo rrugët tregtare janë bllokuar dhe kanë patur kosto shtesë. Pozitive është që në mungesë të lëndës parë, karburantit, në mungesë që vjen për shkak të luftës, do të kemi rritje dhe kjo rritje shkon te kompanitë importuese. Shtetet përfitojnë, do të thënë, nëse Amerika dhe Irani janë në luftë, përfitojnë kompanitë e naftës. Ndërkohë shtetet që janë në luftë, shtetet përfitojnë nëpërmjet taksave që marrin për këtë çmim nafte. Pra për çdo. Kështu që askush nuk deli humbur. Absolutisht. Unë them në të tëra rastet kur rritet çmimi i një produkti, i cili do qoftë ai produkt, ato që fitojnë janë shtetet dhe buxhetet e shteteve. Dhe në Shqipëri kjo ndodh. Sa më lart të jetë çmimi i naftës në Shqipëri, aq më pak ndihen qeveritë. Në përgjithësi në 35 vitet e fundit qeveritë nuk bëjnë shumë zhurmë kur bëhet fjalë për rritjen në tabelën e shitjes me pakic. E njëjta gjë ndodh edhe kur bëhet fjalë për kompanitë të tilla të mëdha, siç ato që përmendet ju, të cilat kanë fitime kolosale për një periudhë të shkurtër, që nuk e kishin menduar, që nuk e kishin parashikuar, nuk e kishin planifikuar, se në fundit ato kanë një buxhet. Kjo është arsye që në përgjithësi të gjithë fitojnë, ai që humbet është vetëm konsumatori, ai që është përdorësi fundor i lëndës parë. Që është përdorësi fundor dhe që ndryshimet dhe luhatjet në çmim i ndjen i fundit. I ndjen në fundit sepse është detyruar që të përballoj pikërisht atë çmim që ka tabela, dhe këtu e kam fjalën për tabelën e shitjes me pakic. Në këtë rast ai është detyruar që të drejtohet një tabelë, drejtohet një pikë e karburantit dhe të paguajë pikërisht atë ç'është çmimi aty. Dhe në këtë çmim sigurisht që nuk përmendet vetëm pjesa e vlerës, që ju më drejt përmendni kompanive, po janë dhe një sistem i tërë taksash dhe tatimesh që paguhen. Shqipëria dallohet, është pothuajse unikale për sa i përket sistemit të tatimeve dhe taksave, sepse është i vetmi vend në rajon, po dhe më gjerë. Ne kemi naftën më të lartë në gjithë Evropën, sot që flasim, si çmim të litrit, sepse të gjitha taksat dhe tatimet që duhet të paguheshin, fjala vjen për zdoganimin e një makine në dogan, jo, tani ato paguhen në atë që unë quaj gjithmonë one stop shop, në një dritaret vetme që është pika e karburantit. Aty është shkoni paguani maksimumi deri në 13 taksa dhe tarifa që përmbledhen pikërisht tek litri i naftës. Që normalisht pa këto çmimin nga 200 apo mbi 200 lekë. Ne kemi bërë një analizë me kërkesën e ambasadës tuaj, unë kam bërë një analizë të detajuar që lidhej me të gjithë rajonin, pra me shtete si Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, dhe nëse ne e përjashtonim pikërisht këtë element
taksës unike që thash të kësaj one-stop shopit, çmimi i naftës në Shqipëri dilte më i ulët se në gjithë rajonin. 100. Ne kemi fakt shumë pak sepse ndryshon nga bursa, nga dita, nga shumë pak, domethënë shiko, ne kemi një sistem të tillë që deri në 70-72% të çmimit që shikon në tabelë e merr qeveria, e marrin taksat. Kështu që më pak se $100. Në $100, $72 mendojnë që i merr sistemin të tim taksave. Ka qenë vitin 2005 që ndodhë kjo gjë, qeveria atëre kishte menduar që kush konsumon më shumë kilometra duhet të paguajë më shumë dhe ne vazhdojmë dhe sot të paguajmë më shumë. Nëse ju jeni një shtete se fjala vjen nga Maqedonia e Veriut, ju e keni më të kollajshme të vini të merrni një makinë në Durrës, sepse ju paguani vetëm 20%. Në Maqedoni do paguani shumë më shumë. Nëse jeni prapë në një shtet tjetër, sepse pikërisht prapë, kjo është pjesa që ne i kemi marrë të gjitha taksat e lidhje karburantit dhe kjo është arsyeja që ne çojmë lidhjen e karburantit më shumë se se çdo vend në rajon. Kjo dëmton edhe buxhetin e shtetit dhe konsumatorin, se buxheti ato taksa që i merr qeveria, po them tani e Kosovës, e Maqedonisë, e Serbisë me radhë, nuk i merr qeveria shqiptare, do t'i marrë ai vendi aty sepse do të marrë ai taksën e doganës shumë radhë. Është një sistem që debatohet mjaft. Sistemi fiskal në Shqipëri është një sistem që ha debate ekspertët gjatë gjithë kohës, edhe opozita madje e kanë ngritur si shqetësim, por të gjitha qeveritë, siç u thash, nuk kanë interes që të ndryshojnë sistemin e taksave, sepse nëse litri të naftës i shton akcizën, i shton dhe sistemin e TVSH-s, fitimi që vjen nga TVSH-ja shumë i lartë. Kjo është arsyeja që kohët e fundit kryeministri thotë të gjitha fitimet që do sigurojmë nga rritja e TVSH-s tek litri naftës do të japim pensione. Ne nuk e dim sa kanë shkuar për pensione, sepse qeveria nuk ka deklaruar ende sa është totali. Që të themi që 777 normal, sa pensionist kanë marrë 5.000 lekë, nëse 50.000 lekë, nuk e dim ende. Gjithsesi është çështje që është mpret të fakt për sa i përket çmimit konsumatorit. Besoj se një nga njerëzit më të kënaqur nga kjo që po ndodh, edhe pse jo për shkak të luftës, duhet të jetë Donald Trump, se kompanitë amerikane, domethënë sa nga këto 8 kompani janë amerikane, Chevron është amerikane. Është amerikane. Patjetër, 4 nga ato janë amerikane. Do të jetë i lumtur. Ai nuk është i lumtur në kuptim tjetër, sepse duke qenë se janë me zgjedhje tani, mes zgjedhjeve që i kushton shumë se konsumatori. Një gallon naftë kushton shumë tani karburant, po them kushton shumë se sa kushtonte para fillimit të luftës, kështu që si politikan nuk është i kënaqur sepse ka zgjedhje. Si biznesmen është i kënaqur sepse kompanitë e tjera po të ardhur që i vinë departamenti amerikan, buxheti të shtetit janë shumë të larta se sa ato që ishin parashikuar. Po gjithsesi faktorët janë të shumtë dhe në këto faktorë gjithmonë merret në konsiderat efekti dhe ndikimi që jepet në publik, sepse publiku është ai që reagon menjëherë nga një çmim i lartë. Sidomos nëse flasim për publikun amerikan pastaj. Padyshim, janë shumë të ndjeshëm. Nuk janë si ne, janë shumë të ndjeshëm se ne. Nëse flitet për çepin e tyre, që të bëhet një protestë për çmimin e naftës. Po pse kemi pasur bordin që na i kontrollonte, kështu që bordi është një fatkeqësi e madhe. Bordi është fatkeqësi e madhe. Diskutuar prapë mundësia e rikthimit, apo? Sepse ne kemi një akt normativ të cilin mund ta aktivizojmë kur të duam. Ka një akt normativ qeveria që ka marrë dhe para 2 vitesh edhe vitin e kaluar, i cili madje tani kemi një gjyq që mbase nuk e din ata që na ndjekin, kemi një gjyq që shoqata e shoqërive hidrokarbureve ku un kam qenë për rreth 15 vjet koordinator, e ka hedhur në gjyq qeverinë shqiptare sepse Bordi i Transparencës nuk e ka llogaritur çmimin e naftës sipas parimit që do shoqata, pra CIF dhe FOB janë 2 termat që përdoren në ekonomi për marrëdhënie me tregtarët ndërkombëtar. Dhe pikërisht për arsye shoqatës i mungojnë, antarëve të saj mungojnë më shumë se 12 milionë euro. Gjë që do të thotë që shoqata i kërkon këtë para për shkak të çmimeve që vendosi bordi. Nuk ka ende një vendim për vendosjen e bordit. Unë gjykoj që sido që të jetë bordi ruan një lloj balance për sa i përket pikërisht raportit midis bursës, çmimit dhe taksave konsumatorëve në raport me bursën, siç u thash, me placin e mesdheut, por nuk është kjo zgjidhja. Ne kemi një përvojë, unë s'ka shumë kohë që isha në Sloveni. Slovenia që në momentin që ty në dogane, derisa del nga ai shtet, ka të njëjtin çmim në tabelë, që vendos enti rregullator i energjisë ku përfshihet dhe nafta. Ne na duhet detyrimisht të kemi një ent rregullator, siç e kemi një ent të tillë, i cili në çdo rast fikson sa është fitimi që do një kompani, sa është çmimi që në bursë, pra çmimi që është doganohet si sistemi ne, dhe sa janë të gjitha ato timet dhe takset që paguajnë gjithë kompanitë për të patur një po them një qendrim më të mirë ndaj konsumatorit, sepse në fundit konsumatori është ai që e pret të penalizon ose e favorizon pikërisht çmimi i 1 litri naftë. E kuptoj. Të pyes pak meqense se gjithçka edhe këtë fitim të kompanive të mëdha të naftës ja atribuan bllokimit të kanalit të Hormuzit. Është diskutuar prej kohësh, qoftë nga ana e presidentit amerikan Trump për vendosjen e një tarife për çdo anije që do të kalojë aty, apo qoftë edhe si një leve fort, ndoshta të vetmen dhe armën bërthamore kanë konsideruar shumë që ka Irani në dorë për t'u imponuar vendeve të tjera.
Denis, bie Çfarë do të prodhonte me konventën detare të OKB-s. Çdo vendosje, çdo tarife që ka të bëjë me kalimin në ngushticë, jo thjesht ngushticën e Hormuzit, por në çdo ngushticë, ne nuk kemi patur absolutisht ngushticat të tilla që çdo shtet që është pjesë e kufirit të dy anëve të detit, po them atë tarifa, nuk është përdorur asnjëherë, kështu që edhe nëse do të vendoset, kam parasysh dhe marrëveshjen e fundit që Irani promovon shumë me Omani. Dhe me Omanin, nëse do vendoset, kjo është pikërisht shkelje e kësaj konvente të OKB-s. Nuk mund të ketë tarifa në një zonë në të cilin kalojnë rrugë të tilla tregtare se shërben naftës. Të nuk mund ta përdorë as Irani, po as Amerika, se çfarë ka Amerika? Jo, Amerika vetëm 24 orë mbajti, dhe mbajti 24 orë, është 20% që kisha thënë nuk qëndronte, ne do të vazhdojmë ta kemi ngushticën e lirë. Çështja është tek prioritetet që duhet të ketë kjo ngushticë, stejësja e të gjitha tarifave dhe taksave që mund të vendosen tankerëve apo njëve të naftës dhe lënia e lirë e kësaj ngushtice, sigurisht me përfundimin e luftës. Në kushtet në të cilat jemi, të dy shtetet edhe Omani edhe Irani veçanërisht qoftë marrëveshjen që kanë promovuar vetëm këto 2 ditë të fundit, shkelin këtë konvent, dhe duke shkelin këtë konvent, kjo mund të ndodhë të bëti precedent, pasaj që në shumë ngushtica mund të ndodhë edhe afër nesh, edhe në mesdhe, edhe ku doni ju që të krijojnë një pamundësi, e cila në fundit nuk është se është një dëm që u bëhet qoftë edhe kompanive që tregtojnë, importojnë, në fund ajo shkon te konsumatori. Çdo rritje çmimi që vjen në rrugën e tregtimit, siç u thash, ose me sistemin CIF, ose me sistemin FOB Free on Board, është çështje konsumatori, shkon në çmimin final, pra do të paguash ti dhe unë në momentin që të furnizoj makinën. Kështu që është një element që shfaqet, sikunde shfaqet çmimi i karburantit në të gjithë produktet dhe shërbimet që afrohen, sepse karburanti është produkti më i ndjeshëm për sa i përket zinxhirit të çmimeve ku do në vend do transportohet, do realizohet çdo transport. Nuk flasim këtu vetëm për naftën, pastaj po flasim për nafta duhet për të bërë transportin e produkteve dhe shërbimeve që na vijnë dhe pikërisht një çmim i rritur kësaj nafte na rrit detyrimisht edhe çmimin e produkteve dhe shërbimeve që marrim kudo në vend. Dakor, do ta kalojmë 200 lekë për litër, 200 e kemi kaluar shpeshherë, po ndoshta mbi 220 se kemi arritur në. Nëse flasim për litrin, po, ne kemi patur 214, 216, kemi patur 226, sepse varet nga kompanitë që e sjellin. Në Shqipëri kemi kompani që marrin nga depozitet brevetare në Petrolifer dhe Port Romano, kemi edhe kompani të cilat sjellin produkt të pavarur. Ato e sjellin nëpërmjet pikave të kalimit kufirit, janë 3 kompani të pakta në Shqipëri. Ato sigurisht që kanë çmime më të larta sepse pretendojnë që kanë naftë të cilësisë shumë të lartë, që vjen nga Shell apo kompani të tjera shumë të njohura. Gjykoj që në kushtet në të cilat jemi, çdo treguesi çmimit të tabel do të varet shumë vetëm nga konflikti. Pra, nëse kemi vazhdim konflikti dhe nëse kemi agravim rëndim të konfliktit, sigurisht që do kemi çmim të lartë. Ju e shikoni që mjafton që të bëjë një deklaratë publike dhe menjëherë bursa e Londrës lëviz apo bursat e tjera të lëvizin. Edhe kur nuk ka. Për shembull, në Shqipëri ditën e dytë të luftës ne na uli çmimi i naftës. Sigurisht që ne nuk kishim marrë asnjë litër naftë, asnjë ton naftë, asnjë fuçi naftë nga vendet e konfliktit, por kemi edhe një specifik të veçantë në Shqipëri që lidhet me ligjin dhe pastaj lidhet edhe me qeveritë që ne kemi një detyrim që çmimi i naftës që të rriqet në depozitat bregdetare gjatë ditës së sotme është i barabartë me bursën e një ditë më përpara. Pra, nuk ka rëndësi se ju kur e keni marrë furnizimin, mund ta keni marrë një muaj përpara, e keni marrë me çmim të lirë. $73 ka qenë më përpara, sot është 86, 83 që e pas tani. Pra, nuk ka rëndësi fare kur e keni marrë të furnizim, ligji thot çmimi që do të merrni sot naftën në Petrolifer ose në Port Romano është ai një ditë më përpara që ka patur bursa. Këtë e kemi diskutuar edhe vite më parë kur u krijua bordi, edhe që do duhet kishim shumë saktë. Dhe askush nuk ndryn te kjo. Sepse tash ka edhe Qarin dhe Zaranin, ka të dy domethënë për kompani. Edhe përfiton. Ndërkohë që kemi edhe një problem tjetër të madh që nuk e kemi zgjidhur akoma dhe për cilin kemi detyrim që mbaron në fund korrikut, është detyrimi i Komunitetit të Energjisë të Vjenës, si duhet të kishim ligjin për rezervat strategjike. Nuk e kemi, qeveria ka hedhur një hap tjetër, ka bërë një marrëveshje me Enel, me një nga kompanitë e njohura italiane, e njohur në Europë, me qëllim që ajo të sigurojë të gjithë mundësinë se si qeveria shqiptare do të ketë një entitet shtetëror që lidhet me rezervën shtetërore. Ky është gabimi i madh në gjykimin tim, sepse rezerva shtetërore duhet të ishte në Shqipëri këtu që ditën që është krijuar tregu i hidrokarburëve dhe ne ende nuk e kemi. Në 2019 ka dalë një ligj që është diskutuar, nuk është miratuar për rezervat në kohë të pandemisë më mbrapa. Është diskutuar dhe edhe këtë vit është diskutuar dhe nuk akoma nuk e kemi vendim dhe është një prioritet i Komunitetit të Energjisë të Vjenës që ka të bëjë me integrimin e Shqipërisë. Mosmiratimi i këtij ligji ka penalitete të mëdha. Dakor, edhe Eni është një nga kompani që ka përfituar më shumë nga patjetër, ka disa kontrata. Nga nafta, kështu që pse jo të mos marrim shembull pozitiv. Falenderoj shumë për sqarimin. Edhe unë falenderoj. Faleminderit, ishte kënaqësi.